Të dashurit e mi, njëri nga dietarët e mëdhej të Islamit, po kam dëshirë me hap këtë bashkëbisedim apo ligjërat të shkurtër me ju, Mustafa Mahmudi thot, ka fillu një prishje e rendit të ri botëror. Prestigji dhe pozita janë bo fat i hajdutve. Ndërsa poshtrimi, turpi dhe mjerimi janë fati i të ndershmëve. Është fatkeqësi e madhe e kohës, që sot një prestigj, një pozit të pamerituar janë duke majt dhe është bërë fat i hajdutve. I njerëzve të cilët e rjepën dhe e kanë rjep këtë popull. Një pjesë të njerëzve që nuk janë meritor për udhëheqje, e janë meritor për me qenë në një vend tjetër, fatkeqësi e madhe që për ta është bo prestigj, një pozit shumë e lartë. Është bërë poshtrim, turp dhe mjerim fati i të ndershmëve. Të ndershmit janë për gjëna, të ndershmit janë për mjerim. Të ndershmit nuk nderohen, nuk respektohen, nuk vlerësohen, nuk ju jipët përparësi të ndershmëve. Të ndershmit të cilët nuk kanë pasuri, të cilët nuk kanë pozita, nuk kanë edhe respekt sot në shoqëri. Është mjerim, dashurit e mi. Kur është lut profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, o Zot, o më ringjall me njerëzit e klasit të ulët, ka pas për qëllim njerëzit e ndershëm, njerëzit e moralshëm, njerëzit që kanë virtyte fetare e kombëtare, njerëzore e morale, familjare e shoqërore. Këta janë njerëzit më të mirë. Andaj unë po kam dëshirë sot me hapën këtë gjuma, me këtë këshill. Amani ju koft, shoqërohuni me njerëz të ndershëm, shoqëroni me njerëz që nuk kanë pozita e pasurit të lartë, por kanë kredibilitet të lartë, kanë sjellje moral, kulturë, edukat, qytetërim e civilizim, kanë përplot dashuri, përplot mëshirë dhe përplot dëmshuri. Shoqërohuni me këta, miqësohuni me këta, shkoni dhe vizitoni njerëzit e këtill, se për Zotin janë njerëz të mëdhej. Ka koha dhe po vjen në pa fjala e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, kur të sëmurët i pasuri, njerëzit presin kolon për të hyrë për ta vizitu. Kur të vdes do kush i pasur, njerëzit presin kolon për me shku për ta ngushëllu. Kur ta merr një pozit një i pasun, njerëzit presin kolon për të shku për ta uru. Kurse kur ndodhe kundërta, ban thojnë edhe pa neve. Vërroset edhe pa neve. Po na nuk mujna mja largu smundjen. Po ban ata shka e ka kaplu e mirë, inshallah Zoti ja jep të marrën. Me një nënçmim, thuhet gjithmonë. Të gjithve mundet me ju pas hije, ama muslimanve, besimtarve, pasha madhnin e Zotit nuk ju ka hije. Pasha madhnin e Zotit nuk ju ka hije. Është shkak rasti i vdekjes mënyrë më tragjike i një hoxhës në komunën e Dragashit, që u privun nga jeta. Një njeri ndershëm, i moralshëm, familjar, një njeri punëtor,
një njeri i xhamijës, një njeri i xhamatit, po i cili nuk ishte pasuni. Ai nuk ishte Lamborghini me shku te xhamia. Ai nuk ishte as expense, ai kishte një kal që ja siguroi kjo ushqimin vetvetes edhe familjes së tina. Ai nuk ishte iPhone-a gjysmetre. Ai nuk ishte edhe kollar për të veshur. Po kishte dinitet njerëzor. Kishte dinitet njerëzor. Janë dy ekstreme që i shfaqi ky rast. Ekstremi i parë e shfaq mllefin e atyve islamofobave, që e shfaq mllefin duke u gëzu edhe një musliman më pak, duke u gëzu edhe një hoxh më pak. Dhe shfaq të njëjtën kohë pa përkujdesin e neve si musliman ndaj muslimanve, e neve qytetarve, e neve xhamatit ndaj prisit ton, po të njëjtën kohë dhe neve kolegëve për kolegën ton. Dashurit e me, këtë vend ka pas musliman, ka dhe ka me pas. Jetish Efendi Bajrami ish kryemuftiju i Kosovës, po tregon para disa ditëve një rast. Tha në vitin 1960, kam hy mam në xhamin e madhe në Gjilan. E aty e kam gjetë xhamian për plot raki. Se xhamit ishte sistemi, xhamit e vjetra, kreti ka kthy në magazina, sidomos në magazina të pijeve alkoholike. I ka kthy në tregje të kafshëve. Kafshët i kanë lidh mrena në xhami për t'i shit. Në hangari i kanë shëndru xhamit. E tha kur hyna imam aty, xhamia për plot raki. Më kanë ndihmu i madh Zot Dhul Xhelal, edhe mrena javës e kam pastru xhamian nga alkooli. Mirë po tha kryetari komunës, i ati sistemit, tha erdhe dhe më tha, kam dëgju se je djali mirë, intelektual dhe entuziast, punëtor, ka marrë më ta dhon një këshill. Cila është këshilla? O djali mirë, gjeje në i punë tjetër, se mrena 5 viteve asnjë musliman nuk ka mu konë në Kosovë. Gjeje në i punë tjetër. E tha unë i thash, unë do ta vazhdoj e do dali fundit prej muslimanve. Ama unë do ta vazhdoj. Ama tha, falenderoj Zotin, se kam pas me bindje dhe e kem me bindje, se këtë fejer unë i madhe i Zot Dhul Xhelal, e sot vetë Gjilani i ka mas 60 e sa viteve po i bjen, i ka mbi 60 xhamia po ma shumë. E dashurit e me, ky rasti i ka shpërfaq shumë gjëra. Mirë po edhe gjendjen tonë mas pari personale, kolegiale, si xhamat, si shoqëri, për përkujdesjen e njerëzve të këtill. Sepse është amanet i yni, andaj kujdes shumë, mos vraponi vetëm mas famës, mos vraponi vetëm mas atyre që kanë lekon, mos vraponi vetëm pas atyve që kanë poste, identifikoni dhe ulluni, shoqërohuni e micohuni me njerëz të sinqert, besnik, e fisnik, edhe nëse nuk i kanë këto trija që i numrova, kanë me ju lumturu juve, kanë me ju inkuraju juve, dhe të njëjtën kohë kanë me ju bo me undi mirë juve. Kja është këshilla e parë, këshilla 2 dashurit e me. Nëse Kurani ka paralajmëru kriminalët e mëdhej, atëherë ka tërheq edhe vëmendjen e ummetit për domosdoshmërinë e formimit të reformatorëve të mëdhej.
Ashtu që Zoti Dhul Gjelal i ka paralajmëru kriminalet e mëdhej, se shka do t'ju gjej, cili është fundi juv, të njëjtën kohë ka paralajmëruan dhe ka tërheq vëmendjen e ummetit për domosdoshmërinë e formimit të reformatorëve të mëdhej. Njerëzve që dëshirojnë me ndryshu. Ky din nuk e len tokën pa reformator të mëdhej, pa njerëz dashamirës, pa njerëz vullnet mirë, pa njerëz që kanë vullnet të qelikt, pa njerëz që kanë besim të qelikt, pa njerëz të cilët besojnë dhe punojnë për ta ndryshu për sëmbari ummetin dhe shoqërien, nuk e le do thot kur. Sepse popujt nuk ringrihen me numrin e shumë të pasuesve, por me madhështin e shembujve të mirë. Popujt ngritën me numrin e shembujve të mirë, për kushtimin e dietarëve, drejtsin e prezve, sinceritetin e edukatorëve dhe prezencën e burrave që bartin mesazhin, ashtu si që bartin njerëzit e të kotën, bile edhe më tepër. A e keni vrej dashurit e me të kotit, çfarë vullneti kanë për punë. E din që janë humbje, kanë vullnet madh. E din që s'mujnë me ndryshu asgjë, nuk hjekin dorë për aty e parimeve të kota. E keni vrejtën çfarë besimit të qelikt kanë në atë leninizëm, në atë marksizëm, edhe së dhe tutje, ku edhe atje ku ka lind marksizmi e leninisti, s'ka mbet as një njeri, halo i kemi na për do lagje tona, na për do katune tona, na për do qytete tona, halo i kanë atë ide të zymta, të kalpta, edhe atje ku ka lind, ka dështu, halo do pasus e mbojnë, do thot leninizmin gjallë. Pse? Edhe janë të kotën, mirë, po parimet asaj të kotës i mbojnë dhe nuk i refuzojnë. Si është e mundur që ne me pas dhe me dit të vërtetën dhe mos me pasu dhe mos me pas vullnet për me trasute të tjerët. Neve fetarët kemi nevoj shumë me u këfjell, me u këndjell, me u ri më këmbë dhe me marë pak ma seriozisht këtë çështje për ta vazhdu këtë amanetin e të madhit Allah Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelalu. Të dashurit e me, këshilla e tretë e radhës është Nejib Mahfudh, është një dietar i madh i Islamit, thot: me i dash të mirën të tjerëve është xhihad, është sakrificë, që nuk mundet ta bëj çdo kush. A mundet çdo kush me u dash të mirën të tjerëve si që ja dën vetvetes? Jo. Për këtë arsye llogaritët në Islam xhihad, sakrificë, me ja dash të mirën tjetrit, ashtu qysh ja dën të mirën vetvetes. Qatë mirë që ja dën vetvetes, dëshiron me ja pa, e ki andje, me ja pa edhe tjetrit. Atë dituri që e ke, o Zot jepja edhe këtij edhe ma shumë se mua. Atë pasuri që e ke, o Zot jepja tjetrit edhe ma shumë se sa mua. Këtë pozit që e posedon, o Zot jepja tjetrit edhe ma lartë se sa mua. Këtë familje të shëndosh që e kam, o Zot mundsoja dhe filoni me pos familjen edhe ma të shëndosh se sa timën. Atë respekt dhe atë prestigj që e kam unë në shoqëri, me ja dëshiru edhe tjetrit, o Zot, inshallah edhe ky edhe ma shumë e ka dashurin dhe prestigjin në shoqëri. Kush mundet me bo qëta? Jo gjithkush. Vetëm ata që i besojnë fjalës së Zotit dhe të profetit Muhammed, këta i llogarit Zotit xhihad. Këta janë të rrallë. Për këtë arsye, Zoti ati qofsh mi fal, i ka cilësuan, janë duke bërë një xhihad, një sakrificë të madhe. Të dashurit e me, e katërta me radhë, Sejid Kutbi thot, vdekja është gajb, është fshetësi. Fshetësi është.
Bile të hy në xhami, një xhamatli më tha, kur përpara na thëshin prindrit e tonë se vdekjen e kemi ma afër se sa këmisha që e kam të veshur në trup, kur tha s'ku mujt me i besuan, kësaj fjale nuk ka mujt me e kuptuan këtë fjalë. Tash tha po bindna. Sa janë diçka e mbrendshme, ma afër se sa këmisha, është caktimi të madhit Zot xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu. Për këtë arsye vdekja është gajb, është fshetësi. Nuk e di njeriu kur do t'i vi. Prandaj, kush do që të mos vdes? Shumë e hull. Kush do që të mos vdes kur, veç se si musliman, atëherë rruga ti është që të jetë musliman me njëherë. Dhe në jetë, në çdo moment të jetoj si musliman. Kush don, mos me vdes kur, do të me jetu si musliman. Dhe me jetu çdo moment të jetës së tij si musliman. Doshurit e mi ka njerë, po kem qef, veç vdekja më na zonë do vend mirë, veç, a ka mundësi na për çdo ditë me jetu jetën si musliman. Po kem dëshirë një pjesë veç në xhumo mu konë musliman. Për çdo ditë du të mu konë musliman i mirë, me jetu me islam. Po kem dëshirë veç do net të veçanta, apo muj të veçant, me jetu si musliman. Jo dashurit e mi, çdo moment duhet ta jetojmë neve si musliman. Të dashurit e mi, librin që e lexon, pa tjetër që të bën dobi, qofte edhe pa e ndjerë. Jemi të jetu në një kohë ku pak është duke u lexu libri, nga këto pak që po lexojnë, pak edhe ma pak fetart janë duke lexuar. Kjo fej nuk është gojëdhon, kjo fej nuk është dogë, kjo fej nuk është mi frigu njerëzit, kjo fej nuk është me spjegu e kom pa një dritë, një zonë, një terë, një kështë. Kjo fej është argument. Kjo fej është argument. A i cili fol për fejnë, pa argument, aja është duke e damtu mas shumë t'i fejnë. A moni ju kuf, nëse nuk keni argument, mas falni për këtë din të Zotit. Sepse pe i rritënit të tjerët, ndaj këti dinit islam. Thot, mos e besa atë se ti nuk kuptan. I shkaj një dit një nëzëns, hoxhës dhe i tha, hoxhë fendi, vallai kam lexu një libër, sa në bre s'kom kuptuan. Hiç bre s'kom kuptu kur gjo. Hoxha i meqëm, tha, do të zbulosh se ti ke kuptu një pjesë të tekstit, apo leximit, apo të tërin në ndonjë rrethon të caktuar, ose kur ta lexojsh në ndonjë vend tjetër, krejt komu të kujtuaja ngjarje dhe ai tekst. Do të mbes i fshehur deri në një farë mënyre në momentin tënd. Ka mu konë që e një ori që e ke lexu, e fshehur deri në një moment caktum, po një moment caktum ka me të reflektu. Dhe ki me gjetë përgjigjen, dhe ka me ta forcu gjuhën. Shiqani. Njëherë, thot, kur i thash këti hoxhës kështu, se e kam lexu një libër, po asgjë nuk kam kuptu, tha hoxha mazgjati një hurme, dhe më tha, merre dhe haje. Tha, unë e morra e për typa, pastaj a i më pyti. Pas e ngrone këtë hurmën, a u rrite. A u rrite. Unë i thash, jo vëllohë i su rrita. Tha, për kjo hurme të shpërnda në tër trupin tënd dhe shëndru në mish, në kuck, në nerv, në lëkur, në fije floku, në thua, në qeliza. Aty thot e kuptova se librin që e lexoj, ai shpërndohet në tër trupin dhe ma forcon gjuhën time, i shton njohuritë e mia, më edukon në sjellje, më rrit
në stilin tim të shkrimit dhe të folurit, qoftë edhe pa e ndjerë unë e heq. Heq pa e ndjerë, ta ka forcu gjuhën, ta ka mundësu një stil të jetesës që je duke u ngrit dhe u rriti, është duke ta forcuan ty, të folurit tanë, edhe pse unë edhe ti ndoshta nuk e ndjem. Andaj, lexoni libra, edhe kur ju thot juve, hajtë kallëzëm diçka, s'ke kuptu kur gjo. Edhe nga njerë kur nuk je në gjendje për t'u spjegu të tjerve, mos u ndal duke lexu libër, mos i beso telefonit, mos i beso ChatGPT-s, mos thuj se unë kam ku me lexu, kape sepse librin me fleta nuk e zaventson dhe nuk e kompenzon asgjë. Të dashurit e mi, njerëzit të fshin të kaluarën tënde, përballë një qëndrimit jo të mirë tëndin. Shpesh, njerëzit të fshin të kalumën tënde, përballë një qëndrimit jo të mirë që e ke pas. Allahu të fshin të kaluarën tënde, jo të mirë, përballë një pendimit. Çfarë dallimi gjigant. Allahu na i fshin një kalume jo të mirë që e kemi pas, me një pendim të sinqert që ja bojmë Rabbul Aleminit. Prandaj, kush meriton më tepër që ta kënaqësh? Zotin apo njerëzit? Po Zotin ati i qofsh mi fal. Të dashurit e mi, dietarët duhet të kenë zërin këmbus dhe gjuhën kritike që të zbulon dyshimet dhe tregon gabimet. Dietarët duhet ta kenë zërin këmbus me gjuhën e tyve kritike që t'i zbulojnë dyshimet dhe t'i tregojnë gabimet. Në moment kur hoxhallarët nuk flasin, nuk e ngritin zërin për tema të caktuara, për çështje devijante, për dukurit negative që e kanë kapluar në shoqërinë, atëherë ata hoxhallar janë të vdekun, merr një 4 tekbire dhe fal një namazin e xhenazës. Nëse e sheh krimin duke u ndodh dhe nuk e ngrit zërin, nëse e sheh zullumin pa drejtësinë duke e bërë dhe nuk e ngrit zërin, ky është hoxh, përpara i kanë thonë i tagutit, ky i kanë thonë përpara pak më shumë dërzhavni imam. S'e di ç'i thonë shqiptar, I kanë thonë çështo i kanë thonën. Hoxhi. Për këtë arsye dashurit e mi, le ta ngritin zërin. Se vallaj nuk ju ka hije. Për Zotin e lumë nuk ju ka hije. Unë e fola dhe në fillim, edhe me rastin e vdekjes të hoxhës në Dragash. Edhe një pjesë e hoxhallarëve që kanë fol, nuk kanë fol për gjendjen e tij të mjerueshme ekonomike, që si koleg nuk ja kanë zgjat kur dorën për t'i ndihmu. Nuk kanë fol që ai jeton me një shtëpi që vetëm sa si u ka urdhëzuar. Nuk kanë folën kur se qysh e kemi lanë, se edhe na jemi pjesë të fajit që e kemi lanë të duru. Ai nuk ka kerr, ai nuk ka traktor, ai nuk ka limuzin, ai e ka një kalje e ka. Shekullin e 21. Ai nuk ka telefona, ka gjys metra. S'ka as me pull. Po kanë folën u shfaq ftyra e këtyve antifetarve, pa leni mërbur, shteti me ata du të më marrën. Shteti me ata du të më marrën. Na dojmë më marrën për njëni tjetrin, që shi ki halët, qka mojën e më të ndimuan tyje? Cila është mundësia jeme që ty më të ngrit? Për këto dojmë mësi. Për pyetje tjera, komë na vetë Zoti, për pyetje tjera, janë kompetent organët, nuk jemi kompetent, do thot na. Ashtë do thot dikush tjetër. Nëse dietarët neglizhojnë në këtë drejtim, atëherë ata nuk kanë asgjë tek Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu, asnjë merit. Dietarët nuk duhet të mjaftojnë vetëm me mohimin me zemër. Keni pa qysh bojnë thot, po jam të mohu me zemër. Ka thonë edhe Muhamedi alayhis salam ka thonë, se për ndryshe bëhen njësoj
me masat, me njerëzit e thjesht. E kështu thyen amanetin që kanë marrë përsipër dhe prishin besin të cilën e kanë lidh me Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu. Për ta thonë të vërtetën para çdo kujt, me kulturë, me edukat, duke mos ofendu, duke mos prek ndjenjat e askujt, mirë po duke nxjerrë në pa të vërtetën. Të dashurit e mi, tregohet se kur kalifit të madh Omer ibn Abdul Azizit i erdhi lajmi se djali i tij kishte ble një unaz që vlente 1.000 monedha. 1.000 monedha. Një unaz, kur me thonë sot, 1 milion apo 100.000 euro. Të argjendit e kishte ble. A ju trazu thell nga ky lajm dhe ja shkrujti një letër. Pa humbur kohë, i tha, më kanë njoftu se ti ke ble një unaz në vlerë prej 1.000 monedha. Me ato moment që ta marrësh këtë letër nga unë, në moment me shit atë unaz, dhe ato pare me i përkthy në ushqim për 1.000 të uritur. Pastaj, çka të mbet, bleje një unaz të thjesh prej hekurit dhe vendoset njëjtën gisht që e ke pas, dhe sa herë që ta shiqë në të gdhende dhe shkruje, Zoti e mëshiroft atë që i nje kufit e vetvetes së tij. Sa herë shique dhe kemi lexu Allahu e mëshiroft atë që i nje kufit e vetes së tij. Me mujt edhe na, fëmijëve tonë, po edhe vetvetes tonë, me këto gjithat mirat që na i ka dhënë Zoti, me këtë luks që na i ka dhënë Zoti, me mujt me shkruna për unazat tona, apo në shtëpit e tona, në për dhomën e ndenjës, apo në për makinat e tona, më njëherë si të hipmi me shkru. Allahu e mëshiroft atë që i nje kufit e vetvetes tonë, se na shpesh nuk jemi ti njoft kufit, dashurit e me, jemi duke bërë shpenzime enorme, jemi duke shpenzu atë shumë, edhe ata në luks, duke mos na i pa hajrin nja që ka nevoj. Shpesh herë kanë nevoj familjarët e tonë, mirë po nuk janë duke na i pa hajrin. Familjarët e tonë, shpesh kanë nevoj biznesi ynë për mu rrit, nuk ka nevoj qaj luks që jemi të banë. Shpesh kemi nevoj për një hajrat për me banë, nuk kemi nevoj bash për atë luks të madh që jemi duke e bërë. Për këtë arsye Allahu e mëshiroft, thot, shkrune Allahu e mëshiroft atë që ja din kufit vetvetes vet. Ma mirë se me ja dit kufit vetvetes tane nuk ka të dashurit e mi. Për këtë dashurit e mi, Allahu e mëshiroft hoxhën ton Jakub Hasipin, ku gjatë luftës i kishte pa disa njerëz të fshehur na për disa podruma. Dhe i kishte pyet, çfarë po bani këto? Ata i kishin thonë, hoxh, dikush duhet me i gjallë për ta udhëhequr popullin nëse çlirohemi. E ti ka për flok, thot Allahu ju marroft. Tash është koha për me ngrit zërin. Tash është koha për me ja kthy tytën atina. Tash është koha për me i reaguan të pavërtetës dhe zullumçarit. Mos rrenina për podruma. Qështu ka koha sot, veç du të me përkthyen. Ka koha, disa janë t'i prit momentet. Disa janë të nejtë podrum, t'i prit momentet. Kur o më dhez muë, kur bona i pasën, kur bona i famshëm, kur muj me arrit postin aty, momentet janë t'i prit. Pasha Zotin e lom këta për flok do t'mi kap këta. Qëta që jam të thonë une, nuk janë të nivellit ollë, bukur intelektual janë, bukur fetar janë, bukur me poste janë, bukur mirë që ndrojnë ekonomikisht.
Amo janë të pritë rastin, hala dhe ma shumë me udhezën. Anë podrum janë të nejtën. Delni mëre. Din këta me gjujt fjallë. Din do thot më dirigju pe podrumit. A keni pa dë, shkojna për gjuma dhe thojnë, hoxha sa s'ka bon heq, ha? Keshin. Vazhdo fetar, për mësë me thonë dhe do hoxhallar, apo kuptan? Hajde del në hytbe këto. Del në hytbe, maje. Ja, vallahi, këto do të me nëzaj ka rigën bukur shumë për me hypën, ha? Këto janë të podrumit. Janë t'i prit do momente kur për ju dhez. A keni po kur t'i bojnë do farë gjerime kështu për mëlla Facebookin. E presin, kur pja vjep njoni një 200 euro me ishtin sponsor. Kur dhez që kjo në gjarje? Kur dhez që kjo në gjarje? Qatëher, jo, këto nuk folin kur nuk dhez. Nuk folin këta. Allah i në arruj do thot për këtyve, për këtë mos të rrinë në përpodruma dhe krejt në fond. Alija Izet Begović thot, unë i urrej 2 gjëra, 2 kategoritë të njerëzve. E urrej ignorantin e devotshëm. I devotshëm, ignorant, i padishëm, pas të vynë këj kur gjo, edhe dietarin jo besimtar. Thot këto të dhe t'i urrej. Allahu na përdor për hajr dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala